E tash, qëllimin ku e kam? Qëllimin e kam të ajo se në farzët e Allahu xhaleshanu ne nuk duhet bëjmë lëshim. Se nëse bëjmë lëshim për një kohë shumë të shkurt, s'ka se ne dallosh se ma ajo është muslimane apo nuk është e në pamje. Edhe të namazja e njëta. Me fëmijun, si që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të fillosh jo prej 7 vjet, po para asaj. Do të fillosh që ta ushtrosh. Kur ti bëj aj 7 vjet, mos kese probleme. E kur ti bëj 10 vjet, atëherë të ndryshoje situata, do më thonë të bëhet për atyre që edhe e fal namazin, po nëse për shembull tenton ta lën do një kohë namazi, edhe ta qortosh. 10 vjeçar, jo 60 vjeçar. Te ne, bot kuptimi është se hihet në bilik kur 60 vjet kur i ban. Kur i ka kryi këtë punët më. E, thot shtej, kum dalë në penzion, shpijat va kum ndryq fëmijve, edhe nuk kom të kur një punë, shtej, e kom udhën për në xhamaj, thot, për namaz. Kësha shprejhen, muslimon tonë. Edhe prandaj, nëse i shohëm për shembull struktura e xhamatit në xhami si është, ka pak as nuk bëhet me 10 vet, me 15 vet. E kundërta duhet të jetë. Thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dominonte në xhami, kush dominonte? Rinia. Rinia dominonte. Së ngjeshë pleq, shumë pak. Pse? Ai plaku e ka dhe arsye, mund ta falë edhe në xhami, edhe në atë namazin shpejt. S'ka kush ta çoje, është i smur, mund ta falë. A ne për fat keq, alhamdulillah, ka ndryshim mirë, ama nuk duhet mjaftona vetëm ma. E si duhet, apo si arrihet deri te ajo që ne t'i mbushim me 3 xhamia tona, arrihet normal duke vepru, duke punu me fëmijët tanë prej fëminisë.